Kandidati për deputet i Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, Atir Doxha, zhvilloi një takim në fshatin Koçul, një takim me banorët të cilët i shprehën shqetësimet e tyre lidhur me mungesën e ujit të pijshëm, dëmtimet e banesave nga rrëshqitja e dheut, si dhe diskriminimin në shpërndarjen e subvencioneve. Kandidati Hoxha i shoqëroi nga kandidati përfaqësuesi i Partisë së Ballit Kombëtar, Ridvan Mersinaj, si dhe nga kryetari i Partisë Demokratike të Selenisës, Leonard Rakipaj. Duke diskutuar programin e Partisë Demokratike dhe të Aleancës për Shqipërinë Madhështore, kandidati për deputet Atir Doxha paraqiti zgjidhjet që ofron ky program. Ai citoi disa nga pikat kryesore, ku u ndal veçanërisht tek mbështetja për fermerët, subvencion për çdo njësi prodhimi, kokë bagëti dhe fidan të blerë nga fermerët, subvencioni naftës deri në nivelin e kustos, investime të rëndësishme në infrastrukturën bujqësore, mbështetje me grante dhe kredi të buta për fermerët dhe agropërpunuesit, kompensim financiar me çmim dysheme për stokun e prodhimit. Kandidati për deputet Atir Doxha ndau po ashtu edhe pika të tjera nga programi i Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, me fokus rritjen e pagave dhe pensioneve, si rroga minimale 500 euro, rroga mesatare 1200 euro, minimumi jetik 200 euro, asnjë pension nën 200 euro, rritje e pensioneve me 20%.